prapë do të dalim në vend votime. A shet mundshme me LDK-n, se shet mundshme me LDK-n? Jo, vetëm po them që gjërat kanë filluar të ndërlikohen, të shohim tash betejë atyre si do të jetë. A do të arrijë kryetari aktual ta fitoj betejën, sepse ai po duket që e ka filluar betejën dhe nuk dëshiron të dorëzohet. Ndërkohë të shohim strukturat që kanë shprehur hapur apo msheftas kundërshtin ndaj tij, të shohim sa janë të fuqishme realisht dhe besoj shumë shpejt do ta marrim vesh se çka po ndodh. Po vetëvendosja, me rëndësi është që vetëvendosja ka problem me bashkëpunu me një parti që e ka gjendjen kështu si e ka. Prandaj gjërat janë ndërlikuar tej masë për arritjen e një marrëveshje. A i bie kjo që përplasja e brendshme brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës është një përplasje të bëhet me vetëvendosjen ose kundër vetëvendosjes apo si? Është e mundën edhe ajo. Si arsye tim? Ka teori konspirative që po thonë që gjërat kanë filluar të marrin të porzën apo kanë filluar të ndërlikohen në momentin kur e kanë kuptuar se vetëvendosja me LDK-n ka gjasa që të konkludojë një marrëveshje. Por kjo ende mbetet si teori konspirative. Nuk e di ma është e vërtet apo jo, po edhe ajo është njëra ndër pikat që i drejton kahjet e kundërta apo i përplas njëna me tjetrën. Natyrisht që është. Tom?